interesohem për Martina Pajollarin. I keni ndjekur zhvillimet në lidhje me ngjarjen ku akuzohet Martina Pajollari, zhvillimet e fundit? Po. Si I keni parë ju këto zhvillime? Lirimin e 3 të dyshuarve kryesor dhe qëndrimin në burg ende të Martina Pajollarit. Po, të them nasi atë prokuroria dhe ato mos di gjë fare që të them që të shpjegoj. E kuptoj. 3 vite e 3 muaj më parë në tetor të vitit 2022 më keni deklaruar se keni qenë I fejuar me Martina Pajollarin. Është e vërtet? Po. Po. Sot aktualisht, cili është statusi juaj me njëri tjetrin? As nuk flasim fare, po bëjmë një vit e gjysmë që nuk kemi folë më fare. Përse? Përse, se nuk kisha mundësi që ta ndiqja më mbrapa çështjen. Që ta ndiqja mbrapa atë që si do I vende zhvillim. Vetëm për këtë arsye? Po. Miranda Pajollari na ka deklaruar se ju nuk kontribonit në kohën që ishte Martina në burg. Po. Nuk kontribonit fare? Jo, s'kishim mundësi që të kontribuoj. Miranda ka deklaruar se ju e keni gënjur vajzën. Jo, për çfarë kemi gënjur? Po e keni gënjur si një gjë pranë, nuk e keni mbështetur. Shiko, nuk se kanë mos dita kemi gënjur as për një gjë atë. Ne kemi bërë muhabeti që kanë folë me të, kemi folë për lidhjet, kemi kanë pyetur edhe për ata që. Është e saktë kjo apo jo, më ka thënë jo. Edhe unë I kam thënë në rregull, s'është saktë në rregull. Nuk është pas kam gënjur vajzën e saj. Unë as e kam gënjur fare. Po Miranda na ka deklaruar si ju I keni thënë asaj se fakti që ngelin burg duhet ta ketë bërë me Martina dhe prandaj jeni ndarë. Na jo kam dyshuar unë, që ndonjë brenda e thash unë e kam bërë valla, se ato nuk merresh vesh se çfarë bënit. Po sot kur u liruan këta të 3 dhe Martina ngeli brenda, çfarë mendon sot Artion? Se di si të ta shpjegoj të ta them, sepse ato I di më mirë shteti se sa unë s'di gjë fare. Që të them. Sot ku jetoni vet? Në fshat. Në Vlorë? Po. Po me çfarë merreni, me çfarë punoni? Po ku gjejmë ne? Puna çfarë gjë? Po në Marian keni punuar më në fshatin Marian të Korçës? Jo, nuk se kam punuar atje personalisht. Jo, aty jo kam qenë. Jo, aty kam qenë për të qenë andaj në ai krah kam qenë, po nuk kam se kam qenë. Po mirë. Sot a keni bindjen se Martina Pajollari ka djeni ose të ketë marrë pjesë në vrasje, apo keni një mendim tjetër? Unë mendimi siç ma ka pohuar edhe më ka thënë që s'kam gisht fare në atë punë, asaj kam qëndruar edhe qëndroj, që më ka thënë që s'kam punë. Nëse ju si e di, unë s'e di në gjithë. Artion, çfarë nuk ju bindi atëherë tek Martina Pajollari që u ndat? Nuk më bindi të gjëra që dilin në për media, si që ndiqin në për media. Çfarë konkretisht? Po që dilin, jo e ka bërë këtu, jo ka vajt tje, jo atje, dhe nuk një histori që nuk as si meri vesh, as fillin as fundi. Nëse Tina Pajollari dele pa fajshme, mund të riktheheni me të, apo gjithçka ka përfunduar me Martina Pajollarin dhe ju? Jo, gjithçka kemi mbyllur me çfarë. Unë vetëm sukses edhe sa lirim sa më shpejt. Okej. A jeni sot në një lidhje të re? Konkretisht jo, kështu që ta konkretisht. Po je në biseda me dikë? Po. Pretendon të martohesh, të fejohesh me këtë vajzën? Po varet si do, po ne të muhabeti aty. Në tetor të vitit 2022, kur kemi bërë intervistën së bashku, ju më keni deklaruar në atë kohë se unë do ta mbështes, se derisa unë e kam marrë për grua, unë do ta mbështes, se kjo gjë nuk është e vërtetë. Se mua më ka thënë dhe më ka sqaruar që nuk është e vërtetë. Apo e shkelni këtë premtim për mbështetje ndaj saj që keni dhënë në 2022-shin? Shiko, unë për të mbështetur unë I kam thënë, unë për të qëndroj, po që ta ju t'i përgjigjem të përzë me avokate me këto, nuk ka mundësi që të vetem brava aty. Për çfarë jeni përgjigjur? Për çfarë lloj mbështetje I keni dhënë? Nga viti 2022 deri në cilin vit jeni ndarë? Konkretisht kur jeni ndarë me njëri tjetrin? Saksi me muaj nuk e mbaj. Po mirë, 2024, 2023 kur jeni ndarë?
në 2024-2025. Shukë një e tillë fiks nuk ta mbaj mend ta them. Po çfarë lloj mbështetje i keni dhënë gjatë asaj kohe? Kështu mbështet me moneda me këto si kam bërë. Mos të gënjej. Po e ke shkuar ke takuar në burg? Jo, s'kam vajtur, jo. Asnjëherë? Jo. Ke pas frikë apo nuk doje? Kam pas frikë se nuk doja të plisja me këto kështu, nuk ka mundësi që t'i veja mbrapa pse mu. Nuk ka pas mundësi. Ke pas frikë nga shteti apo s'ke pas mundësi? S'ka mundësi që ti vete. Po pra, po, në atë kohë ju patët thënë që do ta mbështesnit. Në të vërtet, ju se pas keni mbështet. Jo. E kuptoj. Pra e keni shkelur premtimin. Po. E kuptoj. Me ndërgjegje të plot, ju ka thirrur policia, ju ka marrë në pyetje? Po. Çfarë keni deklaruar atje? Më kanë marrë ka vajtë në prokurorinë bile ka vajtë 2 herë, një herë nuk ka qenë prezenca e avokatëve që çështje mund të ishu edhe në dytë në kanë thirrur. Në çfarë ke deklaruar? Më kanë pyetur rreth kësaj ngjarje. Po. Ke djeni për këtë apo jo? I kam thënë jo, nuk e di, e kam pyetur, s'më ka shpjeguar gjë. Po sot në bindjen tënde Walter Mollaj, Edlir Mollaj dhe Blidi Anxhë janë të fajshëm apo të pafajshëm? Po të pafajshëm janë se derisa ashtu pafajshëm janë. Gjuna. Po mirë, po pse thoni për ata me bindje që janë të pafajshëm ndërsa për tinën e keni si me më dyshje? Jo më jo, të pafajshëm janë edhe ata. Po edhe kjo pafajshme mund jetë, po vetëm në këto po të them që janë janë zhvilluar gjërat si kemi ndjekur nëpër media. Po mirë, juve ju shtyu opinioni fakti që doli që ajo kishte qenë e lidhur gjatë asaj kohe që të ndahesit me të? Po, opinioni vetëm. Pse? Vetëm opinioni që dëgjova që jo lidhje këtej, lidhje andeje nuk merresh vesh se ku ish filli, ku ish fundi. Po të kërkuan dhe familjarët e tuaj që mos ta marrësh fakti që ka pas kaq shumë lidhje? Po. Po si të thanë familjarët? Po ka pasur kaq shumë lidhje dhe nuk merret vesh se kush pas ka qenë me të. Po i bie që po e gjykon tinën, se ti e ke ditë dhe para se të fejohesh që ajo ka qenë e lidhur më përpara. Unë e kam ditë vetëm për një lidhje. Jo për më shumë, ë? Jo. Do doja t'ju bëj edhe 2 pyetje të fundit. Edhe do doja që të më flisni në përgjithësi. A ju ka shtyr dikush? A ju ka paguar dikush? Apo ju ka kërkuar dikush që të fejoheshit në shtator apo në tetor të vitit 2022 me Martina Pajollarin? Jo, gjallë bot, jo. E mban përgjegjësi për këtë që thua? Po. Po si u njohët ju me Martina Pajollarin? Si rat ndashuri dhe përse vendoset të fejoheshit kaq shpejt? Ne kemi fol, venim aty poshtë ku ish Baxhu aty, venim Baxhu aty kam shkojtur shu, kemi bërë mesazhe, kam fol me të kështu, i bëja ftesë në bënde blok, e kam mbyllur. Kam vajt më mbrapa pasaj mi të takuar neve, në kur kishë ndodhur kjo gjë që kam vajtur që jam takuar me te. Atëre jam takuar. Dhe çfarë ke biseduar konkretisht? Pra, se ti e kishe ditur që emri i kësaj kishte dalë. Kishte ditur që ajo përflitej si e dyshuar për këtë ngjarje. E dyshuar e kisha dëgjuar, po kjo ish jashtë ata brenda dhe s'ma shu. Kam fol me të, e kam petur shpeshherë. Ke dorë jo. Në rregull i kam thënë. Dhe u lidhët pastaj? Po. Po pse vendoset fejohesh e kaq shpejt? Vendosi u qep mua, më thash mua që do tallesh. Unë i thash nuk të marr për tallur, i kam thënë. Kështu nuk të marr për tallur, po ke kish në atë ma thuaj mua që mos të futem unë në këtë çështje me juve këtu. Po. Nëse ke ti dorë, mos më përfshir mua. Dhe pastaj vendoset ti të fejoheshe apo ajo? Më tha ajo. Si të tha? Dua që fejojmë sa mua, jo të tallemi. Në çfarë the ti? Në rregull i kam thënë. Nëse nuk ke gjë në këtë gjë, po. Nëse ke gjë thua jo. Ku i kam thënë.
Dhe ja u tregove familjarëve të tu që kjo është situata, është kjo vajza që dyshohet që mund të ketë folur me Martin Çeçon, viktimën e Kolanecit. Çfarë të thanë familjarët e tu në fillim? Në fillim më kanë thënë që është një çështje e ndelikuar, tha që ajo është kështu, tha, lere më kanë thënë që të qetësojnë gjëra që kush e ka fajin që tashu. Edhe kjo, këta arsye, jo për ndonjë. Po, fjalia juaj e fundit në intervistën e 2022-shit tetori ka qenë në të kundërt, ke thënë unë nuk e mbështes dot. Nëse e kanë bërë këtë gjë, unë nuk e mbështes dot se është gjë e madhe. Ndërsa në qoftë se është e drejtë, unë derisa të kem mundësi, unë do ta ndihmoj. Po pse more, po vetëm në kjo, në opinioni, në këto, vetëm nuk kupton, nuk e përtypje dot. Okej. Filluan të flisnin njerëzit që po merr Martina Pajollarin. Po. E kuptoj. Çfarë do t'i thoje Martina Pajollarit nëse do e ndiqte këtë intervistën tuaj sot? Vetëm sukses i uroj asaj edhe atyre që lirin vetëm marrin të tyre të drejtën e tyre. Okej. Vetëm për ato. Ua uroj me shpirë edhe atyre edhe asaj. Okej, Artion, të falenderoj për intervistë. Rosh, faleminderit, gjithë respekt për ty jam.